Selam aleikum. Na bëni Allah, më në fund jemi live. Po jo çdo gjë është kështu, domethënë. Me shumë sakrifica. Me shumë sakrifica. Mase ka gabime teknike, ka gabime njerëzore. Njerëz Zotit jemi mosës. Jo perfekte është vetëm sunduesi I botrave. Po gjithsesi jam këto prapë është pozitive sepse me gjithë atë që kalum, prapë dështja e Zotit bot në orën 4:14 minuta. Po jemi me vonesë shumë, po inshallah. Kërkojmë ndjes për minutat e vonesë, por Allah, inshallah. Nga I herë nuk janë çdo gjë, s'është çdo gjë në dorën tonë. Fillon direkt. Një person thot, Elior Elsa Dauti thot selam nga Kina, thot. Ka drejt. Po le Kinën se ka drejt 14 minuta me vonesë. Jo, a di pse ka drejt se jo xhuxhël me xhuxhët, ca I kam menduar që janë kinezët, kështu që nuk është keq. Është brenda temës. Selam aleikum nga Pisa, e Italis, aleikum selam. Vajim. Selam aleikum, thot, sot do ta kolojmë sabahut. Shkon 2100 këtu, nuk duan me një gjuhë selamet, duan me një temë. Hajde bismillah. Se jemi vonë dhe me thonë drejtën kam përgatit shumë gjona që duhet me hec. Mashallah, është tamam se I përsisht I profesori ku futet në klasë që I thot. Jo, duhet me hec. Sot kam I qimë punë shpejt. Jo, duhet me hec se jemi vonë, jemi. Elhamdulillah. Kemi arritur, domethënë, kemi lënë podcastin e dieshëm, pasi e zaruam në tërësi Dexhalin, pasi e zaruam edhe pjesën e Isait që Engjëlli Xhibrili tha nuk je I përgatitur për të luftuar ndarje xhuxhve dhe maxhuxhve, dhe ju ngjituni në përmale, Odrën Tur. Këtu kemi ngel në këtë situatë. Pra Isa alayhis salam I ka ngel vetëm një armë fuqishme që është lutja. Sepse Yaxhuxhët me Maxhuxhët janë të papërballueshëm. Dhe tham vetëm Zoti e din se për çfarë njerëzisht të se ndërtuar bëhet fjalë, se janë njerëz, por me disa fuqi plus që nuk I përballon edhe pejgamberi I Zotit Isa alayhis salam. Dhe Isa bashkë me besimtarët, me ato që ka më të afërmit, luten në Odrën Tur që I Madhi Zot t'i largojë këtë bela të madhe, e cila për shqyrë Zotit, Yaxhuxhët me Maxhuxhët do rinë një kohë të shkurtër në tokë. Pra nëse Dexhalli tham 40 ditë ose me një rast tjetër thot 40 mund të jenë edhe 40 vjet, sepse edhe ditët e Dexhallit janë të ndryshme. Një ditë si I vit, pra gjëra do të jenë ndryshe kur fillojnë shenjat e mëdha të Kiametit. Këtë duhet ja themi vëllezër dhe motra që na dëgjojnë, kur flasim për shenjat e Kiametit, njëra është më e çuditshme se sa tjetra. Për shembull, vetë Dexhalli është I çuditshëm apo jo, me gjëra që kemi përshkruajtur edhe që veti kanë lexuar. Vëllezërit dhe motrat dhe në vende të tjera. Isai është I çuditshëm që zbret nga qielli. Yaxhuxhët me Maxhuxhët është I çuditshëm. Do themi dhe I shenjë, inshallah, ndar Zotit që është më I çuditshëm se të gjitha këto. Pra janë 10 shenja, këto treja janë si më thon të çuditshme, por është një që do themi ne, që me atë mbyllet, pothuajse, ajo është më E çuditshme se këto. Tani, kur lutet Isa alayhis salam, pse Yaxhuxhët nuk mund ta përkufizojmë dot qoftë shkencërisht, qoftë në vizion, sepse shi çan ndodh për shemb. Ato janë duke bërë fesade shkatrim. Isa alayhis salam është tërheq se nuk ballafaqohet dot me ato. Se për çfarë arsye kur të afrohen ato kohë do kuptohet më mirë. Po I Madhi Zot thot duke u përgjigj lutjes së Isait dhe besimtarëve, I bën atyre vdekjet për një herë. Pra siç themi ne sikur komandohen me I buton. Në çast ato vdesin që të gjithë, nga I pari deri tek I fundit. Që tregon që janë një lloj njerëz po të programuar. Atë njeriu që thamë ne indikuar nga teknologjia, nëse duam t'i bëjmë një shpjegim sot për t'u afruar sadopak me kuptimet e shenjave të Kiametit. Dhe thot transmetimi I pejgamberit alayhis salam, në një çast të vetëm Yaxhuxhët me Maxhuxhët vdesin të gjithë. Dhe I Madhi Zot zbret një shi të madh për ta pastruar tokën, dhe këtu mbas provës së Dexhallit dhe mbas provës së Yaxhuxhët me Maxhuxhëve, do ri Isa në tokë 40 vjet. Pra u ngrit 33 vjeç dhe menimi I fortë I dietarëve është që ai do të rrijë 40 vjet në tokë. Kështu e ka thënë pejgamberi alayhis salam. Disa e kanë komentuar 40 vjet sikur do jetoj 7 vjet dhe 33 që ishte kur u ngjit. Por më afër saktës kontekstit asaj që ka treguar profeti alayhis salam është që 33 I jeton dhe 40 vjet të umetit islam.
Dhe kjo do jetë begatia më e madhe që ka parë ndonjëherë toka. Pejgamberi alayhis salam ka thonë në kohën kur Isai e vret Dejjalin dhe hikin edhe zhduken Ya'juj Ma'juj, një sejdë që bëhet në atë kohë është më e mirë se gjithë bota dhe çkanta. Qofse Dejjali me mashtrimet e veta bonte që shiu të binte atje ku nuk ka rënë ndonjëherë, edhe toka të nxirrte prodhimet e saj, Isai alayhis salam vlla këto i ka të natyrshme se i lutet edhe është në rrugën e drejtë dhe këto i zbret Zoti i vërtet, jo Zoti i rreshëm që ishte Dejjali. Dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, në ato 40 vjet janë 40 vjet begata për njerëzit dhe toka do t'i nxjerrë pafund mirësitë e veta dhe qielli do të zbresi shiun me bollëk dhe mirësitë e veta. Dhe është një 40 vjeç spektakolar. Pra, po ta shohësh Kur'anin, çfarë thotë Allah? Tregon për xhenemin, tregon ajete për xhenetin. Tregon grupet e njerëzve të këqij, tregon grupet e njerëzve të mirë. Gjithmonë është dita dhe nata. Shëndetje dhe smundja. Dhe këtu, nëse fesadi do të jetë i madh i Dejjalit veçanti. Pastaj për një periudhë të shkurtër dhe Ya'juj Ma'juj, a nuk është Zoti që vën ekuilibra? Po, ligji kompensimit. Ligji kompensimit. Edhe do vendosi 40 vjet, po 40 vjet me bereqet shumë të madh. Për ato njerëz që do jetojnë në atë kohë. Po kuptohet, ato njerëz që lindin në atë brez janë më të bekuar, është ato njerëz që kanë qenë në kohën e Dejjalit janë të sprovuar. Prandaj ne themi o Zot, inshallah s'pa arrim kohën e Dejjalit, se ne jemi gjallë, kurse ato të cilët do lindin kohën e Isait, ato do jenë të bekuar. Për shkak se gjejmë pejgamberin e Zotit gjallë dhe jetojnë në ligjet e të Madhit Zot dhe në mirësitë që zbret Zoti kur njeriu ecën në rrugën e drejtë. Bie që 10 shenjat e Kiametit kemi një ndërprerje për 40 vjetësh derisa është, domethënë brenda Isait. Normal, se shenjat e Kiametit nuk kanë data. Nuk kanë data. Nuk kupton, pra edhe Isai alayhis salam kur vdes, pastaj nuk mund të përcaktosh se sa kohë do vi shenja tjetër. Janë thonë që fillojnë dhe mbarojnë 10 shenja, se në çfarë harku kohor kjo nuk është treguar. Po në raport me kohën e sotme dhe vazhdimësisë janë sigur ruazat që shkëputen, po prap janë varet në kontekstin kohor. Ne kemi folur për kohën, janë. Po koha është relative. Është relative dhe varet, domethënë mund të jetë ky një hadith, po duhen parë gjithë hadithet të dalësh në një konkluzion. Nuk është saktu datë për këtë gjë. Dhe Isai alayhis salam si i bekum që është. Po qofse të kujtohet kur folëm që përmendën Kur'an thotë un jam i begat kudo që të jem. Ashtu siç ishte para se të ngritej në qiell, po e njëjta gjë është edhe kur vjen. Mos them dhe më i begat akoma. Dhe vjen deri situata që i tregon pasuesve të tij gradat e tyre në xhenet. Siç tregohet me pejgamberin ton, me sahabët. Që i ka thonë Abu Bekri është në xhenet, Omeri është në xhenet, Osmani është në xhenet, Aliu është në xhenet, 10 përgëzumit me xhenet. Pastaj ka pas dhe shok tjerë që ka treguar sekuenca. Isai alayhis salam i tregon këtyre njerëzve gradat e mëdha që do kenë në xhenet. Sipas transmetimeve Isai alayhis salam do të martohet. Pra, do të hyjnë atë jetën normale të njeriu, siç thamë ne 80 herë në Bibël përmendet si biri i njeriu, edhe në Kur'an si biri i njeriu, pra biri i njeriu që do të martohet e do të krijojë familjen në këtë 40 vjeçar të begat që ka toka. Domethënë është koha më e begat, siç edhe dhjetën e vjetër është po njëjta gjë, që kjo tokë thuhet do të kthehet si një kopsht prej kopshteve të xhenetit. Pra është një mini kopsht i xhenetit, se çdo gjë funksionon në formën më të mirë. Tani kuptohet nga ajo që kuptohet nga konteksti i këtyre haditheve është që Isai alayhis salam nuk do ta zhduki shkencën. Nuk do t'i zhduki zhvillimet. Pse? Në kohën që vdes Isai alayhis salam. Dhe vazhdoj, nuk do t'i përmendim 10 shenjat, se pak a shumë janë dëgjuara, po unë do të përmendi shenjë më të çuditshme se sa këto. Ti i njeh shenjat, mbas këtyre kush çudit më shumë? Që është spektakolare dhe është shumë më e idhët se sa këto, shumë më e thellë se sa këto, shumë më e paparashikueshme se sa këto. Po është dielli nga perëndimi. Imagjino se ç'bëhet. Është dielli nga perëndimi ka 2 momente. Është vetëm lidhja me tokën që mund të ndrojë rrotullimin ose mund të goditet nga një asteroid, pa japim atë që mund të kuptojmë ne sot. Dhe e dyta është mund të ketë në ndryshim sistemi diellor. Prandaj them është më e thellë, nëse Dejjali është brenda tokës, nëse Isai zbret nga qielli po në tokë, tu po flasim tani që ka lidhje me tokën dhe me diellin. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, do të vijë sot koha që dielli do të lindi nga perëndimi dhe do të perëndojnë lindje. Kjo gjë do t'i trembi njerëzit shumë. Se para se
Domethënë pse thash Isa alayhis salam nuk e ndërpren shkencën, se kjo do vi nëpërmjet studimeve, nëpërmjet kuptimeve, mundet edhe njeriu vet, pra i pjesë e njerëzve në atë kohë, ta kuptojnë shumë mirë këtë proces si mund të ndodhi. Siç ka sot, për shembull, ka zhvillime shkencore, po jo deri në atë masë sa t'japin një përshtypje të qartë për këtë gjë. E rëndësishme te kjo është që ka një gjë shumë themelore. Do jeti argument aq hapur sa po ndodhi kjo, edhe më u pendu njeriu ke Zoti nuk i pranohet. Kupto sa interesant do jetë. Pra, për shembull, ne dy, po i përmend vëllezër mod. A themi jemi besimtar? Pse? Besimtar do thotë që në bazë të argumenteve dhe dijes, besosh diçka pa e parë. Qofse Zoti i gjithësisë dalim ne tani dhe e shfaq veten, s'ka më besimtar. Jemi dëshmitar. Ka dëshmitar. Dhe çështja e daljes diellit të lindi nga perëndimi të perëndojnë lindja është aq e hapur, dhe aq argumenti i fortë do të jetë nga Zoti i gjithësisë, sa mbas kësaj edhe po u pendoi njëri nuk i pranohet më. Si sa i bukur është një hadith, ka thënë inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl. Zoti thot i gjithësisë e shtrin dorën natën për të falur mëkatet e ditës. Dhe e shtrin dorën e tij ditën për të falur mëkatet e natës. Do të 24 orë. Falja e Zotit është aty. Hatta tatla shamsi min maghribiha, derisa dielli do të lindin nga perëndimi. Në një rast ka thot nga drejtimi i lindjes është i derë e madhe 70 vjet i ka hapësirën e dyrëve, quhet dera e pendimit. Është e hapur, ka thënë, derisa të lindi dielli nga perëndimi. Është i përmend shumë shpesh. Çështja që nëse dielli lind nga perëndimi, është diçka e cila sinjalizon fundin e kësaj bote. Mbas asaj nuk ka më pendim. Kush ka besu, ju ka rënjos besimi dhe i është qujt. Kush nuk ka besu, nuk i pranohet pendimi. Tani, është si puna besimi ditën e gjykimit. Do rri njeri pa besu ditën e gjykimit? Se shohin engjëjt, dëgjojnë Zotin e gjithësisë, kuptojnë gjykimin që po bëhet, por nuk i vlen besimi. Prandaj thonë besimi më i keq dhe pendimi më i keq është ditën e gjykimit, gjëra që duhen në këtë botë. Pra, duke e parë në këtë prizëm, kjo është për mua, më sa i kam parë, kjo është nga shenjat më të çuditshme se ato që folëm para. Se këtu bëhet fjalë tani që toka, ndoshta edhe elemente të tjera, ndoshta dielli mund të kenë lëvizje të ndryshme që do ndodhi kjo gjë e mrekullueshme. Themi gjë të bukur që kam dëgjuar. Edhe e kam lexuar. Ishte që me hyrjen e inteligjencës artificiale, në qoftë se gjërat kanë ndryshuar çdo vit, gjërat me inteligjencë artificiale do të ndryshojnë çdo ditë. La ilaha illallah. A kupton vëlla ku po shkojmë? A di që është inteligjenca artificiale dhe kompjuterat kuantik? Me këto dyja, Zoti i gjithësisë, më aq sa kam parë, do t'i zbuloj sekretet e tij tokës dhe qiellit. A kemi ajet në Kuranit që thotë do t'ja shpalosim argumentet tona në qiell dhe në tokë derisa të bindeni që Zoti është edhe Kurani është i tij, mjafton Zoti si dëshmitar. Imagjino gjërat për shembull këtu nëpërmjet kompjuterëve normal, nëpërmjet zhvillimit shkencor, ndryshojnë një herë në vit. Po them celularët. Samsungu çdo vit del i ri, është kështu, po jo çdo ditë më. Kurse inteligjenca artificiale do po futet aq e fortë sa e ndryshon Samsungun nga sot për nesër. Pra vllai dashur, si do jemi sot, nuk jo më mas i viti. A shkojmë për shkak kush ka mundësi e blen? Del telefoni i ri e blen, del kompjuteri çdo më ashtu, është çdo 1 vit e 8 muaj. Zhvillohet. Ashtu janë ligjet e kompjuterit, që çdo 1 vit e 8 muaj zhvillohet kompjuteri. Pra nga një precizator është më, ose për shembull celulari, këtë vit edhe vitin tjetër është më i zhvilluar. Është kështu? Imagjino inteligjencë artificiale çdo ditë. Dhe inteligjenca artificiale dhe kompjuterët kuantik, për mendimin tim, me atë që kam parë në Kur'an, po edhe studimet që lexojmë, do ta bëjë jetën shumë më intensive dhe do i ndryshojë gjërat vëlla nga dita në ditë. Sot nuk është e zbuluar kjo smundje, nesër ka dalë ilaçi i saj. Prandaj bota po shkon, sepse e them këtë, sepse duhet ta lidh me diellin që lind nga perëndimi. Sot shkenca, po ti pyesësh shkencëtarët, nuk e kuptojnë dot këtë. Po kur zhvillohet, do fillojnë të dalin, si për shembull, si tha për Dexhalin, lëviz brenda ditës në gjithë botën. Është si ajo para 50 vjetësh do qeshin me atë. Dhe me lindjen e diellit nga perëndimi nuk e kuptojnë. Por me zhvillimin e madh që po vjen,
ndoshta jo në të afërtën, por në mesatarin dhe në vizionin e largët do e kuptojnë shkencërisht e pastaj ajo do ndodhi dhe me këtë gjë vëlla afrohet kiameti. Nuk dua që të hym në ato të tjera, ndoshta me që i dham fjalën vëllezër dhe motrave që na ndjekin, që aktualisht në Instagram janë 3250 ndjekës. Tham që nuk do i përmendim gjitha shenjat, po do përmendim këtë shenjë të madhe të lindjes diellit nga perëndimi dhe si shkatërrohet kjo botë. Tani, mbasi lind dielli nga perëndimi, çdo gjë ka mbaruar. Pastaj është vetëm çështje kohe. I bie që pak a shumë domethënë të vim gati, thënë nëse do t'i vendosim një renditje, do i bim që t'jem gati ke shenjat e fundit të kiametit. Me lindjen e diellit nga perëndimi. Pra, tash se the tani. Jo. Po, thonë që 90% e të voglave kanë mbaruar nga shenjat. Që them ke renditja 10-ave dalin nga është pothuajse fundi. Domethënë çdo gjë që ndodh pra mund diskutohet vetëm kafsha, domethënë mbrapa që bulos tymi që del ai zjarri që i mbledh njerëzit në një vend, po këto janë pa refleksion sepse po s'pati vlerë besimit, bëhesh besimtar apo s'ka më vlerë. Pra nëse mas kësaj nuk pranohet pendimi, tjerat pastaj janë çështje ligjesh që do kryhen për t'u bërë kiameti. Dhe në i qasë saktuar vëllai dashur, Zoti i gjithësisë kiametin e ka bërë shumë të vështirë. Dakor? Dhe për t'i mëshiruar besimtarët dhe besimtaret që janë në atë kohë, i dërgon një aromë, një erë, e cila ajo ja merr shpirtin. Pra kur ka vendosur që do bëhet tani kiameti, si thot për Israfilin profeti alayhis salam. Çfarë prisni thot të bëj unë? Kur e kam parë Israfilin që urdhri i atij është afër dhënies se unë e kam parë që ai është për t'i frysurit. Këtu ne po deshe, po jo për t'u fut thellë, këtu është çështja kohës prap. Pra çështja kohës. Për Israfilin ai mund të jetë, për shembull, po flasim kota, qofse kohën e profetit para 1500 vjetësh afërsisht. Ai e ka parë që Israfili e kishte gati për t'i frysurit për kiamet. Këtu mund të përkthehet edhe 5000 vjet të tjera. Këtu, jo, e kam kjo që është i ditë e gjys, apo jo? Qofse i ditë sa 1000 vjet është i ditë e gjys. Ja do jetoj kjo botë 1000 vjet, po them kot, atëherë i bie 2 ditë e gjys. Normal që ai është gati për t'i frysurit, sepse atë është shumë pak. Qofse do e shohim këtë këndvështrim. Dhe tani i madhi Zot i ka urdhëruar Israfilit të bëhet gati për t'i frysurit për t'u bërë kiamet. Se ke Zoti kanë mbaruar gjën. Atë që ai e ka thënë, edhe atë që ai do të bëhet, nuk ka gjë që e kthen mbrapsh. Sakt. Ka thënë profeti alayhis salam, vjen një erë dhe aromë mirë që i merr shpirtin besimtarëve. Sepse kiameti është aq i vështirë sa Zoti nuk do që ta përjetojnë njerëzit e tij që i don. Dhe thot profeti alayhis salam, mbesin në tokë vetëm njerëzit e këqij. Pra njerëzit më të këqit që ka pa në herë historisë, se mbi ato bëhet kiameti. Iku Isa alayhis salam, lindi dielli e merr, këto janë njerëzit që adhurojnë zotëra të tjerë. Këto janë njerëzit që vetëm çështjen e besimit nuk e kanë në xhep. Pra ato që shkatrojnë dhe Qabën në fund. Që mbyllet me fjalë dhe bëjnë çdo lloj zullumi që i del, për t'u treguar dhe herë që deri ku shkon natyra njerëzore. Leksion. Dhe i madhi Zot urdhron Israfilin, kështu quhet engjëj që i fryn syrit 2 herë. Një herë për kiametin, një herë për ringjalljen. Dhe Zoti i jep urdhër. Ka thënë profeti alayhis salam, kur i fryhet surit, një mund të themi re apo një shkreptim e madhe e çan qiellin në mes. Dhe në kohën që një re dhe një rufe e madhe, po jo nga ato që njohim ne, e çan qiellin, a di çfarë ndodh vëllai dashur dhe shkencërisht? Prishën ekuilibrat. Ai ka vendosur çdo gjë në ekuilibër, ajo e prish ekuilibrin. Dhe ka thënë, dhe kur dielli të jetë palosur, dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë të rrëzuar, dhe në një rast tjetër thotë dhe kur detet të jenë ndezur, dhe kur kafshët të jenë tubuar nga frika, dhe kur shpirtrat të jenë afruar, të veçuar se po ndodh kiameti, dhe kur xhenemi të jetë ndezur, dhe kur xheneti të jetë afruar, dhe kur librat të jenë shpërndar, aty do ta kuptojë njeriu atë që ka vepruar dhe atë që ka lënë anash. Pra kur dielli të jetë palosur dhe kur yjet të kenë rënë, kjo është kiameti.
që shkatërrohet ekuilibrat e kësaj bote. Pra, kur ndodh kjo ngjarje, ekuilibrat siç i njohim ne 4 forcat kryesore deri tani që janë zbuluar që e mbajnë universin, ato deformohen. Dhe automatikisht shkon universi drejt degradimit. Ka thënë profeti alayhis salam, një njeri ka shkuar për të blerë diçka në dyqan. Kurse një tjetër e ka marrë ushqimin për ta çuar në gojën e tij për ta ngrënë. As i pari nuk kthehet më në shtëpi me ushqim, as i dyti nuk e han dot ushqimin, sepse kiameti është më i shpejt. Pra në kohën që ndodh nuk nxjerr jashtë ekuilibrit vetëm universin. Nxjerr jashtë kuptohet shumë jashtë edhe jetën njerëzore. Zhurma e madhe e krismës së kiametit dëgjohet deri në tokë. Pra, është vërtetuar sot shkencërisht që mbasi kalon afërsisht 100 kilometra të atmosferës tonë, nuk ka zhurma në univers. Kjo është shkencërisht, është shumë e çuditshme. Kushtet për të dëgjuar, apo flasim ne tani në podcast bashkë? Hypim 100 kilometra në jashtë atmosferës tokës, ne bëjmë qesharak, hapim gojën dhe nuk dëgjojmë. Sepse mungon ajri, mungon elementet. Pra i ka kriju Zoti vetëm tokë. Faleminderit Zot. Pse më mohu? Faleminderit Zot që na e ke lehtësuar që ne të flasim e mos të ngjajmë qesharak, që të hapim gojën e mos të kuptohemi. Faleminderit Zot që i ke kriju këto kushte kaq të forta, kaq të bukura brenda atmosferës tokës. Atmosfera është ajo që thot Zoti i gjithësisë, që sot e shpjegojnë shumë bukur shkencëtarët, shtat shtresat e atmosferës janë njëra më mbrojtëse se sa tjetra. Njëra e mbrojt nga rrezet e diellit, tjetra nga meteorët, tjetra nga problemet tjera, dhe Zoti e ka përmbledhur një jetë dhe e bëm thot qiellin çati mbrojtëse për ju. Faleminderit Zot, pse ti themi, pse ta mohojmë Zotin ton tash? Pse mos i themi faleminderit Zot që na i dhe? Dhe shkencëtarët janë çuditur kur astronautët shkojnë, leje që nuk është dhe forca gravitetit. I ke pas sa qesharak shifsha dikën që do të më vesh vetëm pantallonat e veta, rrobat. Vujtje e madhe. Vujtje e madhe, të veshësh rrobat e tuaja. Na ka po Zoti të lehtë, faleminderit Zot. Çfarë ka me thon faleminderit? Faleminderit pafund, miliarda herë, pafund faleminderit Zot që na ke kriju dhe na i ke lehtësuar gjërat. Prandaj thot ja u bëra tokën si shtrat. Në një ajet tjetër thot ja u bëra tokën si djep. Edhe çuditën shkencëtarët, zbulo planete, s'ka jetë. Po si të ketë jetë, se janë miliarda gjëra sinkronizuara të ketë jetë, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe këto miliarda gjëra nuk janë sinkronizuar as Mars, as Jupiter, as kudo nga planetet e sistemit diellor, po as miliarda planete të tjera që sepse çdo yll, për shembull, galaktika jon ka 200 miliardë yje. Çdo yll si puna diellit ton ka planetet e veta. Janë parë gjitha pothuajse deri tani pak në galaktikën tonë, se kështu është për çdo galaktik dhe nuk ka jetë. Pse s'ka jetë vëlla? Se duan sinkroni, nuk ka rastisht gjë. Marsi për shembull është krijuar në kohën që është krijuar toka para 4 miliardë gjysmë vjetëve. Është i soj si në origjinën e krijimit. Ku është evolucioni në Mars? Apo kismet? Po shturp më puritë. Për Zotin është shturp logjik, është fyrje. Probabiliteti, thamë ne i ditë këtu, kush e ka dëgjuar Zoti i begatoft, është 1 në 1 me 4000. Pra ato që besojnë kanë shanse që të jetë e vërtetë atyre, është 1 me 4000. Kështu ato që besojnë kanë vetëm 1. Po lutem valla. Po pse bixhos do lëmë ne me besimin e? Është gjinaf i madh. Dhe Zoti i gjithësisë, i qofshim atij fal. Sot nuk bëmi test ne. Unë e kisha ja jet, po e lem. Çfarë thot ajeti? Ja të kujtohet valla kur e nisëm? Krijimi ju i thoshte që sa. Po shiça libri më vllai. Ma gjemi një libër tjetër toksor. Jo s'ka, nuk ka. A di kush janë librat bestseller të fundit? Kodi Da Vinci, që ti ikësh më mjaft shkrim jetë me një mal, ta krahasosh me Kur'anin, edhe Homo Deus, nga bestsellerit që janë lexuar më shumë kohë të fundit. Ta krahasosh me Kur'anin. Çfarë thoshte ajeti, nëse të kujtohet? Krijimi i gjithë njerëzve dhe ringjallja e gjithë njerëzve tek Zoti është si një. Siç ka krijuar ty ose mua, edhe siç do të ringjalli ty ose mua, ose që secilin që na dëgjon nga vëllezërit e motra. Fuqi absolute vëlla. Dhe ne me anë të atyre dy gjërave që të thash, inteligjencës artificiale e cila do ta bëjë zhvillimin jo më mbasi viti 6 muaj, sot për nesër ndryshojnë gjërat, se ajo ka algoritme shumë të fuqishme. ChatGPT vëlla është sot më e dishëm se sa gjithë dietarët e botës. Do thush po pse? Po se brenda si aplikacion ka miliona e miliona libra.
kalkulimet, procesorët i ka shumë të fuqishëm, jo si truni njerëzor që i ka më gradual, më të lezetshëm, po i ka afat mesëm dhe afat shkurtër. Ai në sekond ka algoritmin miliona libra ti përpunoj. Kush i ka lexuar nga njerëzit miliona libra? Edhe ti kesh lexuar nuk i përpunon dot ai shpejt. Imagjino tani është fillimi, po kur të fuqizohet AI. Apo pastaj kompjuteri kuantik që është hesab tjetër. Atëherë do zhvillohet shumë. Edhe këtu do nxjerrim ne se Zoti se krijoi kot tokën dhe universin. Këtu do të fillojnë dalin sekretet e krijimit të Zotit. Për ta kuptuar ne madhështinë absolute të Tij. Dalin lotët nga dia, jo dalin lotët nga dhimbja. Siç edhe në krahun tjetër do rritet mohimi. Është tjetër gjë. Ai që do me mohuj qoftë me pak argumente, qoftë me shumë, siç ndodhet edhe tani, ai do mohoj. Kudo siç ndodhet tani. Patjetër. Po ne po themi ato që besojnë i shtohet atyre argumente. Njerëzit që mohun prezencën e profetëve dhe biles i vrarë. Njerëz që mohun që pan mrekulli shumë sa. Pjesën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të një pjesë që mohoi. Pjesë që mohun kot sahabëve dhe pse ishin me breza të afërt. Pjesë që shohin. Dhe neve sot për shembull shohim sepse në një moment Zoti na e ka hap zemrën dhe këto argumente shkencore na duket që janë siç edhe shumë raste, për shembull që lexojnë nëpër komente, kur ka një se zakonisht për shembull kur del një vajzë me shami në rrjetet sociale, sikur del dikush dhe thot për shembull për këto televizionet e mëdha që thot si e pranova Islamin dhe gjëra. Dhe gjej komentet më herë që thonë akoma me fejnë mund to. Po mirë, ato duhet studiojmë pak edhe do dalim. Po problemi është se është po njëjta gjë, pra evolon shkenca. Po. Tani çka ka i gjë? Ka një moment shumë interesant. Deri ke Einsteini, shkencëtarët kanë qenë shumë besimtarë. Për shembull Newtoni ka qenë besimtar i jashtëzakonshëm. Da Vinci, Galileo Galilei, Giordano Bruno kanë qenë shumë besimtarë. Pra po flas tani para 400-500 vjetësh, po vika Einsteini që ishte shekullin që kaloi. Pati i 50 vjeçarësh ateizëm të fuqishëm, se ishte edhe komunizmi, dhe si ishte orientimi, dhe si ishin pa mirë përsaktimet e forcave që mbajnë universin. Po të lexosh librat e fundit shkencor, minimumi do thotë jam agnostik. Pra besoj që ka i fuqi, po se kam pa. Gjithë e përmendin Zotin dhe gjithë kur japin argumente shkencore thonë ato që besojnë Zot kanë shumë argumente të tashme që ta pranojnë besimin e tyre. Sa ai shumë janë bosa, nuk i mohon dot molla janë ekuilibra, për Zotin janë ekuilibra të çmendur. Ai di çapo lexojë gjë tjetër. Për Zotin ishte neve për shembull smuhemi me infeksion, me virus. Për Zotin, shisa e madhe ishte. Kohën që ne smuhemi me temperaturë, me virus, Covid, çfarë dushti? Në qoftë se virusi do të shkojë në tru, njerëzit do vdisnin vllai dashur. Por kur do të kaloj për pjesën e sipërme nëpërmjet gjakut, vetë trupi ka element që i ndalon. Dhe nuk mund të depërtojnë dot në tru, se kështu njeriu do të smundte dhe do të vdiste. Po çfarë ndalon? Elementet të trupit, të cilat janë projektuar brenda gjakut që kur vjen për të kalu, bllokohen. Dhe shkencëtarët kanë gjetur problem tani dhe kur duan të çojnë ilaçet, nga që ajo pjesë nuk i njeh dhe nuk e lën që të shkojnë në trup, po gjen mënyra të tjera. Tani, edhe kjo vëlla rastisht. Viruset edhe bakteriet që e dëmtojnë trurin dhe e vdesin njeriu, thjet vendos rastisht një element që e mbron atë mos ta dëmtojë trurin. Pra, kudo që shet ti sheh precizitet. Sun Allahi leti yatqana kull shay. Për sosmëri e krijimit të Zotit në çdo gjë. Dhe ti e sheh sot nga gjëja më e vogël deri ke gjëja më e madhe, bile sa më e vogël më e përsosur, se bota atomit po na del kuantika më e përsosur se sa ajo që është makro. Po të hym temën tonë që mos zgjatemi me gjëra sepse e filluam pak vonë. Tani pejgamberi alayhis salam ka treguar që i fryhet surit. Tani a dini gjë të lezetshme? Engjëjt kanë qenë gjithmonë në dilemë. Kur bëhet kiameti, a do vdesim ne? Apo ne s'kemi lidhje me kiametin se kjo është për njerëzit dhe për xhindët? Edhe zbrisë Kurani. Zbret ajeti surës Rahman. Kullu men alejha fan, çdo gjë në tokë do të zhduket, o yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë thanë engjëjt në tokë do zhduket dhe mbetet vetëm Zoti yt i madhëruar. Ne si jemi në tokë. Ne jemi në përgjigje. Dhe shpresuan engjëjt më se ndoshta nuk do të bëhen pjesë e kiametit. Pra mund t'i rezervoj Zoti si banor të xhenetit e me radhë. E kanë shpresuar këtë derisa erdhi ajeti
kullu shay'in halikun ila wajhu. Çdo gjë do të zhduket përveç Zotit tënd të madhëruar. Edhe aty e kuptuan dhe engjëjt që janë çdo gjë përveç Zotit të madhërisëm dhe kiameti bën që njerëzit, gjindët, edhe engjëjt, edhe ndonjë krijesë tjetër që mund të jetë në univers, po nuk e ka shpjeguar Zoti dhe nuk e kemi zbuluar ose mund ta zbulojmë në të ardhmen, hyke kjo. Ka thënë, "Wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard." I fryhet surit dhe vdes tot çdo gjë që edhe në tokë. Engjëj, njerëz, gjin dhe shpirtra të bojnë në një vend saktuar jashtë këtij dimensioni, shpëtoj nga kiameti banorët e xhenetit, ato që janë xhenet, po themi shërbëtorët e xhenetit e merat, dhe çfarë është brenda universit? Vdes dhe mbetet vetëm Zoti yt i madhëruar. Deri, domethënë nga toka deri ke sidretun mund të ha. Deri ke qielli 7. Zhduket e gjitha. Zhduket çdo gjë. Allahu akbar. Tani çfarë ndodh? Ndodh vëlla që mbeten vetëm 2 engjëj në startin e kiametit. Vdes çdo gjë përveç Xhebrailit dhe engjëllit që merr shpirtrat. Dhe i madhi Zot mbas kësaj i flet Xhebrail Aminit. Thot Xhebrail, engjëlli i besnik, kush ka mbetur gjallë akoma? La ilaha illallah, sunduesi suprem i pavdekshëm. I gjalli, i përjetshmi, pa fillim pa mbarim, s'ka lindur kas, nuk është i lindur. Madhështia, vlera, pushteti i takojnë vetëm atij, qofshin fal. Xhebrail thot, jo shfryr surit, kush ka mbetur akoma gjallë? I thot Xhebrail Amini me respektin e madh që ka ai engjëll për Zotin e gjithësisë, thot i madhi Zot, i gjalli i tij, i vetmi, i gjithfuqishmi, i pavdekshëm. Krijesa jote e dobët Xhebraili është akoma gjallë, edhe engjëlli që merr shpirtrat. I jep urdhër engjëllit që merr shpirtrat, ja merr shpirtin Xhebrailit. Në formën siç e kanë engjëjt, se ndryshon gjindet njerëzit sepse janë nga krijimet ndryshme. Des Xhebrail Amini, që do e majmi temë o Zot inshallah na jep shnet. Vjen çështje që ka ngel vetëm një. Engjëlli që ka detyrën me marr shpirtrat, që ja ka marrë gjithëve tani. E pyeti madhi Zot, engjëll që të kam ngarkuar me detyrën për të marrë shpirtrat. Kush ka mbetur i gjallë? I thotë qofsha fali madhi Zot. I jeti i gjallë, i gjithfuqishmi dhe i pavdekshmi, është gjallë dhe një nga krijesat tuaja më të dobta që jam unë. I thot merja shpirtin vetes. Merja shpirtin vetes tënde. Si i këni mbyllur në 360 gradë. Gjithë aspektet. Thojnë, kjo është mendim, pastaj nuk është se është i saktë si këto që po tregojmë ne, thojnë kur engjëlli ja merr shpirtin vetes, ja ka marrë gjithëve, provon ta kisha ditë që është e vështirë, do t'ja kisha marrë më lehtë besimtarëve. Po është, a ke parasysh? Nëse por prap cikli është cikël, jam mundto që do të thotë që çdo gjë mbyllet në ishte filloi në 0, mbyllet në 0. Për të treguar madhështinë e të gjithfuqishmit. Mbasi çdo gjë ka mbaruar, pra brenda këtij universi po flasim, shpirtrat janë në një dimension që nuk i kap kjo, se kanë vdekje. Banorët e xhenetit nuk i kap kjo. Po flasim se xheneti është më i madh se sa qielli dhe toka, siç është në Kur'an. Pra është dimension tjetër. Tani Zoti flet. Dhe thot, masi ka vdek çdo gjë. Masi ky univers i ka humbur ekuilibrat. Po thuaj se është kthyer në pluhur. Ka thon enel meliku enel melik. Un jam sundusi, un jam sundusi. Ejnë el muluku e bna el muluk. Ku janë që nuk po i shikojnë mbretërit dhe bijtë e tyre? Enel gjebaru, enel gjebar. El gjebar është emri i Zotit, un jam i gjithfuqishmi, un jam i gjithfuqishmi. Ejnë el gjebabiru e bna el gjebabira. Ku janë të fuqishmit dhe bijtë e tyre? Dhe thuhet që Zoti i gjithësisë e përmend këtë gjë 3 herë dhe vllai im asgjë s'ka fuqi t'i kthej përgjigje se çdo gjë nuk ekziston. Pra, në këtë format që jemi ne, shpirtrat janë edhe të engjëve të gjinëve, por jashtë dimensionit të qiellive dhe tokës, janë pritje të ringjalljes. Dhe Zoti Xhelle Xhelalu i qofshim atij fal, bën 3 herë pyetjen, un jam sundusi,
Ku janë sundusit e rrejshëm dhe bijtë e tyre? Unë jam i gjithfuqishmi. Ku janë të fuqishmit dhe bijtë e tyre? 3 herë s'ka përgjigje. Kush do i përgjigjet? Sundusit madh suprem. Dhe thot pejgamberi alayhis salam 40. Nuk ka thonë 40 ditë, 40 vjet, 40 muaj. Ka thonë 40 Zoti i gjithësisë bën që, si më thonë, toka ose pjesa e universit ose elementi i ujit filloj të marri prapë jetë. Kështu ka thonë. 40 ditë e begaton këtë pjesë që Zoti e shkatroi me ujë dhe ujin e bën bazë për jetën e çdo senti. Ka thonë ajeti që tham shpar dhe i fryet surit dhe çdo gjë bjen e vdekur në qejë dhe në tokë. La ilaha illallah, që çfarë përshkrimi thot pastaj. Wa nufiha fihi ukhra. Dhe i fryet surit përsëri herën e dytë feidahum qiyamun yanzurun. I fryet herën e parë thot dhe bjen e vdekur çdo gjë në qejë dhe në tokë, i fryet për herën e dytë, vetëm ti shikosh ato thot në këmbë dhe vetëm shohin lart, nuk e ndryshojnë shikimin, duke parë lart vëlla madhështinë e asaj që ndodh me njeriu kur ringjallet. Jo besimtarët dhe thënë ja u e ilena me mba'thena mi marqatina. Dhe thënë mje për ne kush na ngriti neve pasi kishim vdek. Thot ajo që ju lajmëroi Zoti i gjithësisë dhe ja u vërtetuan të dërguarit. Sa tham ne ka për botën tjetër 2000 ajete, njëra më e fuqishme se tjetra, njëra më ilustruar se sa tjetra. Ka thonë idha zulziletil ardu zilzala. Po ta shohësh, po e përmend arabisht se shisa shpesh përdoret zëja dhe forca në këtë jetë. Dhe kur toka të dridhet me dridhjet një pas njëshme, dhe ti nxjerri toka ato që ka në brendësinë e saj, dhe të thot njeriu, çfarë ndodhi? O qale l'insanu ma laha, ç'po ndodh me tokën kështu? Në atë ditë toka i tregon rrëfimet e veta, sepse Zoti i saj e ka urdhëruar atë. Njerëzit thot, jo me i dhija zdurun nas. Në atë ditë thot, dalin njerëzit dhe veçohen në grupe. Kush janë grupet la? El muqarrabin të afërmit e Zotit janë më afër Zotit, më afër arshit Allahut, të djathët janë ato që kanë më shumë punë të mira se sa të këqija, dhe të majtët janë njerëzit e këqij. Gjithsecili ka vend në vet. Kush ka punu, kjo surja që po përmendim, kjo është e frikshme vëlla. Kush ka kjo është dhe gëzim, sepse elhamdulillah vëllezër motra ne po agjërojmë. Çdo fjalë që flasim ne tani, çdo sherë që bëni, çdo shpërndarje, shkruhet se ç'a thot. Kush punoi një vepër sa grimca të mirë do ta gjej. Kush punoi një vepër sa grimca të keqe do ta gjej. Pra këtë bisedë që po bëjmë vëlla, nëse e kemi të sinqert, do ta gjejmë dhe do na lumturoj shumë para Zotit. Agjëruesi thot i ka 2 gëzime. Gëzimi i parë është kur i hapet iftari, gëzimi i madh është kur do takoj Zotin, sepse kur do shikosh që edhe grimca pas ka vlerë të jashtëzakonshme. Ke parasysh sa krenar do jesh me Ramazanin, sa krenar do jesh me namazin, sa krenar do jesh me moralin. Sa vëllezër dhe motra të ri po na dëgjojnë tani, që nga herë ndoshta shoqëria, gabimet, mundet vëlla që ta kenë humb moralin, ta kenë humb sjelljen, ta kenë humb etikën. Me zor po presin shoqëria vetë që sa gjiron, që sa ta gjiroj të filloj ta pi alkolin. Është bo droga vëlla norm. Është bo kokaina dhe hashashi norm për të rit. Dikush po më thoshte sot në një iftar që mundet 50% e rinisë në Tiranë dhe mund ta konsumojnë. Kupton për çfarë flitet? Çfarë shkatërimi ka droga? Shko pyet çdo mjek se kur vjen puna ke qefet, ç'a bëjmë ne? Spysim mjekun. E rëndësishme o që unë e pi, po pastaj le të shkoj siç shkoj dhe fillojmë shkatrojmë veten vëlla. Për këtë arsye, edhe i vepër sa grimca do ta gjesh, jo më konsumin e alkoolit, konsumin e drogës, mos etikën, mos moralin, mos kuptimin, mos leximin e Kuranit, mos sjelljen e mirë ndaj prindërve, mos tradhtinë e bashortes ose bashortja të bashortit, mos edukimin e fëmijëve, dhënia e zakatit, gjërat e mira që bëhen. Shisa ajeti thot nëse do ta bësh grimc është atom. Atomi s'duket me sy, edhe ajo që është që s'duket me sy, edhe ajo që ke në zemër do dalin atë ditë. Kush punoi thot një vepër të mirë sa grimca do ta gjej, dhe kush e punoi një vepër të keqe sa grimca do ta gjej. Kupton për çfarë llogarie bëhet fjalë. Po dikush me drejt nga vëllezërit dhe motrat vllaim thot mos na e thuaj te ajet se na shkatrove. Është kështu?
Edhe ne dy e mendojmë, valla, tani o sot na fal po edhe Grimca. Ka shpresë, valla. Kush është shpresa? Sa do gjinafe, jo Grimca, po edhe gjinafe më të mëdha, të kesh bro. E para është që po ti pendohesh Zotit. Ja, dikush që po na dëgjon, unë për shemb mund të jetë viti i parë që agjeron. Përpara mund të ketë pas shoqëni që pishin drogën. Përpara mund të ketë qenë një vajzë që është për të ardhur keq vlla sot. Dëgjova, sot na fal, po nuk ka mirë situata vlla, se nga dita e gjykimit po dëgjova i qoftë çuditshme vlla. Po kore të e të mërshme, po s'po du ta prish për nesër, as nesër s'hona ta katër, po do ta përmendin, o është e të mërshme fare, më kur çfarë bëjnë vajzat e çfarë bëjnë djemt. Se si djemt japin çdo gjë të vetëm për vajzat dhe se si tallen vajzat me këtë pjesë, është e tmerrshme valla. Dikush do i shtëpi, dikush do i makinë bukur, s'do me di se po prishet morali, e rëndësishme po që gjithë secili gjej vetëm pjesë e mozaikut. Ka vajzë ose djemt që afrohen sepse kanë filluar drogën dhe janë të varur për saj. Pa ajo do lek, për ta lekë do lesh moralin. O sa gjëra ka që ne nuk më vjen shumë keq kur i dëgjoj se s'jam dhe në brendësi. Po ku qëllova me i vlla që i kishte ditë të gjona para Islamit. Sot isha me iftar, themi që të bukur. Po nuk e disha që ky personi që e kisha lënë kishte marrë dhe dy të tjerë. Dhe njëri aty më tha, valla, se nuk njihemi tha. Para 6 vjetësh një gjë isha ushtë tuaja që atëherë fillova. Edhe mu bë qefi për Zotin se nuk e disha atë sevap. Dhe kur u falem pastaj akshamin, i thash vllai im, unë kam fal 2, ti ke fal 1. Pse më tha mu, po unë jam posebet për ty. Morë dhe për namazin tim, morë dhe si jam posebet për ty, ti merr vetëm për vete. Po, më vlla për na njonin sebeb se s'dija gjë, po isha shaka, po. Du të thonë vlla që Grimca nuk duhet më u tremb, sepse një Grimc vlla, një Grimc mundet që me pendim apo i gjinaf, ti pendojmë i Zotit na e fali. Kurse i Grimc e mirë, alhamdulillah që është, sepse Zoti do ta nxjerrë atë dhe do ta fali këtë tjetër. Dhe mu i mallnushëm i Ramazanit për këtë punë është veprat e mira i fshin veprat e këqija. Është si kompensimi i Grimcës, është mos gabojmë hadith që thotë edhe sikur thotë mëkatet kanë mbulu, thotë sa shkume delet kanë mbulu, se tani rregulli jemi para notës kadrit. Inshallah na jep një dy hadithe që është një hadith i bukur shumë, që ti e përmende. Thotë sa herë më lutesh o robim, dhe sa herë më kërkon falje, dije se Zoti do të falë dhe nuk e ka problem. Kështu fillon hadithi që po thotë. Allahu. Ka thonë, qofse mëkatet e tuaja arrin skajet e qellit. Qofse mëkatet e tua arrin skajet e qellit, kjo miza u largu nga ty dhe ma solle mu. Ai që u bëri mirë ma për vete, po s'ka problem. Iku inshallah, iku. Ej, Zoti mo. Mizat janë më mirë se ne vlla se s'kan gjinove. Jo, llogaritë për shekina si mis po e bajmë do të e kalu. Ti e kalu tjetër. Qofse thotë ke mëkatet sa skajet e qejve dhe më kërkon falje do të fal. Ja Ibn Adem ka thënë fund o biri Ademit, në qofse e ke mbushur tokën me mëkate dhe afrohesh tek unë duke besuar një dhe një vetëm pa më shoqëruar shok dhe unë do të vi me aq falje sa ti ke bërë mëkate. Pra shanset janë të mëdha. Me Zotin e gjithësisë para, kemi shpresë që i madhi Zot na mëshiroj, e Zoti i gjithësisë të na falë e të na bëjë nga banorët e xhennetit. Amin. Çfarë do të kemi parasysh sot, se sot është njerëzit janë në agjerim masiv. Çfarë do të kemi parasysh sot për shkakun gjatë ditës? Edhe kur na kapi se neve na kap podcasti gati në dalmet natës kadrit. Po, është e vërtetë. Çfarë do të kemi ne gjë parasysh për shkakun? Sot mos bëhet vetëm agjerim për të lesh ushqimin edhe pijen, sa më shumë të kesh mundësi me përmend Zotin, me thonë Zot më fal, sot më bekato, Zot jep mirësi, se çdo lutje ka shpresë që pranohet muajit Ramazanit. Nuk duhet me bëu diçka të keqe. Duhet që kur të hapet iftari, në atë çast është mirë që të lutesh sepse në kohën e iftarit ka pranim lutjesh. Pastaj duke qenë se është nata 27 që shpresohet shumë të jetë nata kadrit, është mirë që të shkohet namazin e Yacis, të falen teravit dhe më e fuqishmja pasaj se të gjitha është falja namazit natës. Ai di një gjë vëlla pse Abdullah ibn Abbasi ka thonë nata e 7 është nata e kadrit, 27 është nata kadrit.
Është shumë interesant, ke surë El-Qadr, inna anzalnahu fi lejletil qadr, selamun hije, hatta matla'il fajr, kështu mbyllet surja. Selam është paqe, hije është për emër, paqe është ajo për natën e katërt deri në agim. Dhe ka dhënë një shpjegim çuditshëm. Nga inna anzalnahu fi lejletil qadr deri ke hije janë 27 fjalë. La. Dhe duke qenë se janë 27, ka thonë kjo është i sinjal nga Abdullah ibn Abbas, djali i Xhais pejgamberit dhe një nga dietarët e mëdhtë të Medit. Po 27 fjalë dhe po ti numërosh janë aq. Dhe hije i bën 27 fiks. Pastaj fjalët e tjera vazhdojnë. Dhe një nga komentet që i ka bënë nëpërmjet fjalëve, që është ai kodi matematik i Kuranit që është avancuar pastaj, siç thamë dhe ne, sa herë përmendet Isa, përmendet Ademi e me radhë. Dhe nesër shpresohet shumë, kështu që sa më shumë fjalë të mira gjatë ditës, edhe mos më bë gjinafe që më e prish Ramazanin, agjërimin e Ramazanit dhe sa më shumë ibadet natën. E Zoti dash me mëshirën e vet na mëshiron na fal. Se çdo gjë është në dorën e fuqiplotit të gjithë, tishmit të gjithë kushtshëm. Elhamdulillah. Kështu që edhe sot që mendum që mbase edhe sot që mendum që gati, domethënë tham gati po na ikte ky live, jo elhamdulillah kriju. Edhe sot e kryjm. Un jam 3100 tani. Njerëz, për sa është sabah? Sabah do të, 25 minuta, po ne dalim për të minuta 25. Inshallah. Zotin e qumë për sevape për të mira. Ka shumë mesazhe. Mashallah, Zoti i begatoft. Ka shumë mesazhe edhe unë do Herësori ta lexoj unë apo Zoti ta shtoft diturinë o xhinderuar, thotë amin. I lum goja se në Ramazan ndoshta i pranohet. Na shtoft diturinë gjithë, sepse sa më shumë i dishëm aq më i qartë je për besimin ke Zoti. Thot selam aleikum nga Saugu. Bashorti im është besimtare, pëlqen shumë podcastin tuaj, kam shumë respekt për ty, thot, si fetar dhe mbi të gjitha, si qytetar civil dhe me shumë kulturë. Zanër gjë. Mashallah, Zoti është përbleft. Një vlla thot boni dua për gazën, Zoti i mëshiroft, Zoti qoft në xhenet ato që kanë ndruar jetë, Zoti i dhon atyre shpëtim. Edhe bota është e pafuqishme për gazën, po Zoti boft hajër, e Zoti mos ta ngarkoft neve që s'kemi mundësi ç'a me bë, se çdo njeri do marrë amanetin e vet. Pra, Allah ju shpërbleft me xhenetin Firdeus. Amin. Edhe kjo është Shefki Gjurici thot na specifiko pak i nderuar thot, cilat vepra mund bëhen përveç namazit natës. Për shembull, se njerëzit janë të interesuar. Po mund të jetë për shembull ndarje zekatit, mund të jetë bamirësi, mund të jetë diçka. Mund të jetë sadaka, fjalë mirë, kërkim falje, përqafimi prindërve, sjellja e mirë në familje, çdo vepër inshallah shpresohet që të jetë sa 1 muaj. Dhe ne në fakt duhet ta kishim lënë pa e filluar vonë diçka për vlerën e natës kadrit. Inshallah pak a shumë do t'i hedhim gjatë ditës se ndash Zoti njerëzit i shikojnë. Kur përfundon kjo nata e madhe? I bie domethënë me mëngjes, me lindjen e diellit. Domethënë me namazin e sabahut, pastaj me lindjen e diellit. Një vëlla na shkruan nga Kuksi. Ju uroj nga zemra një jetë bukur, thotë Zoti ju bekoft pafund dhe familjet e juaja respekte nga Nardi Bërgjita Kuksi. Mashallah. Ohor selam, Zoti na i pranoft dhe na bëft nga banorët e xhenetit. Amin. Alb Ildi. Unë kam këtu domethënë pafundësisht Allahu i shpërbleft, imam Allahu i shpërbleft, pafundësisht domethënë. Edhe kjo që ka e bukur vëlla. Zoti ju shpërbleft, thot sot me ne është bashkuar dhe vajza 12 vjeçare në këtë natë madhe. Pra si duket është zgjuar dhe ajo për ta gjiru. Mashallah. Zoti ja shpërbleft. Jeni më të mirët, shumë jena kënaq të ju ngju. Selam. Amin. Aleikum selam. Nga Franca, Gjif Mehmeti thot selam aleikum nga Franca, Allahu ju dashte i qofti kënaqur me ju dhe me ne. Një mesazh i bukur, u lavdrofshi para krijuesit. Atë që the, amin. Mashallah, Zoti, amin. Zoti jo shpërbleft se e thon drejtën. Selam thot dikush kush është orari më i mirë për të bërë dua natën
namazi natës nga ora afërsisht 1 deri në ose 12:30 deri kur është koha e syfyrit, është koha më e mirë. Se vdi e zeka, ti ku ky momenti, Po. Se të shu thot, o Zoti e fale, se do më fale, na fale të neve. Amin. Kjo është ajo lutja që... Po, edhe në qoftë se mbajnë mend, o Zot na fal, mjafton. O Zot na fal, se jo të gjithë ndoshta ka mesazhe të mira sot, thot na bën Zoti timi nga ato në hijen e arshit të ditën e gjykimit. Amin. I paske i grad më nol të do. I kanë kështu jenë, domthon që Instagram jo që Mashallah. Do të mira pafund, Allahu ju dhon të mira pafund për podcastin e mrekullueshëm dhe na mungoni mbas Ramazanit. Zoti ju begatoft. Ka shumë dua. Kam filluar sot më u fal për burrin e kam kundra. Nuk më kuptoj, thot punon, mos bëj keq, kjo ka rëndësi. Edhe ajo ka rëndësi, po përveç asaj ka rëndësi edhe të eci me manualin e Zotit, se me dhon mend ne shqiptarët jemi të parët, por ideja është na e ka shpjeguar i lart rrugën, dhe çdo gjë ka rëndësinë e vet sipas shpjegimeve që ka bëj Madhi Zot. Një pyetje që bëhet, thot pse nuk ka asnjë fotografi të Muhamedit alayhis salam. Po kjo është gjë e mirë, sepse ka përshkrimet pejgamberit alayhis salam dhe nuk është përkthy në një pikturë, se edhe sot mbas përshkrimeve mund bëhet piktura, edhe nuk ka si problem, por njerëzit është e frikshme pastaj se mund ta mbajnë atë dhe avash nga padia mund ta adhurojnë, edhe mund të bëjnë shirk. Dhe ashtu të shkon. Ashtu siç ka ndodhur përpara. 100%. Selam aleikum Prizreni. A mund ta dim kur i bën Bajrami? Dielën është, a? Dielën është. Bajram është të dielën. Gjithë bota islame bën Bajram të dielën me lejen e të Madhit Zot. Inshallah dikush na thot inshallah qoftë vërtet, fal teje thot janë ofruar shumë të reja në Islam. Inshallah ashtu qoftë. Dashti i Madh i Zot, ashtu qoftë. Ashtu na ik sabau me shof, kështu që do ta mbyllim se mesazhet nuk mbarojnë fakt, në paktën Instagram kështu siç i shohun. Jo, po të fjalë me mbaruar duhet me mbyll. Selamet janë nga gjithë bota. Është nata kadrit, ndoshta kanë një keq kuptim sot. Është mirë që ta agjërojnë njerëzit që agjërojnë vetëm ditën që duan të presin natën e kadrit, dhe sot për akşam hyn nata 27 që shpresohet të jetë nata e madhnueshme e kadrit. Kështu që mbas iftarit perëndon dielli ka hyrë nata dhe nata e kadrit shpresohet që është nata 27 siç është sot. Mbas akşamit, pra mbas perëndimit diellit. Mashallah për Zotin e mod, vetëm energji pozitive ka bo Allah. Gjitha koment. Jo, di që është e veçanta, se për shumë, po t'jesh live në event tjetër, për shumë që mund t'jenë live të ndryshme, që s'janë për këto temë, gjene një komente tu, shajtu, botu, kap, këtu vetëm begati, o Zot, jam duke lexu vetëm gjona të mira, vetëm lutje, vetëm alhamdulillah. Dikush më thot kam pa i ëndër, po nuk kemi kohë vëlla se po na ikën sabau. Na kënaqet thot dikush me këto podcaste si fluturojnë ditët kaq shpejt. Në fakt sot është Sot është dita, po, sot është dita e premte shtunë, 4 ditë kanë ngel. 4 ditë e gjirim të fillu dita sot. Mërkur e njëjtë premte shtunë. Po e diela është bërëm. 4 ditë, jo ka ikë shpejt, po Zoti qoftë i kënaq shu ikën gjithë jeta, jo vetëm muaj Ramazanit, po Zoti inshallah. Mirë, njëri është për shumë Arber Isa Behari thot këtej nga ne thot ka dhe 1 orë për namazin të kohë. Kështu që ne vetëm inshallah po ja që na ikën Arber. Po shnesim shumë vlla, po do na ikën neve këtej. Zoti ju ruaj. I ka nda Zoti ato punë. Elhamdulillah. Ka pyetje, po s'du të kthehemi se Zoti i adhurueshëm thot dikush ti e don faljen, më fal mua. Amin, na fal Zoti të gjithëve. Amin. Inshallah Zoti na i shujt për sevap. Mos na harroni vëllezër motra me dua. Vetëm se
Na boni qefin e mund të pjesa kuptimin asaj të pjesa e shpërndarjeve se 133 share. Mashallah, inshallah Zoti ja mundson. Jepini të shpërndarët të kenë mundësi të tjera ta kenë mundësi si është puna e rrethit se vapeve, se ai guri që e hedh të liçeni dhe fillojnë ato valët vetëm sa hapet. Do thënë nga i pik bëhet podcasti, i japin tjerë të share, dëgjojnë tjerë, dhe vetëm kur dëgjoj histori, e disa kam dëgjuar unë për shkak kështu që dikush baba, dikush nona, dikush vllai, dikush çuni xhaz, dikush njerëz pafundësisht që e dëgjojnë për shkak, nuk po flasim ende për podcastin, ka pas emisionet, ka pas ligjëratat, ka pas gjitha, dhe nuk po themi dëgjojnë gjithë xhallarët. Si dëgjojnë gjithë xhallarët, se këto doja toja, por ideja është që gjithë secili në kuptimin e saj kënaqet kur njerëzit, dhe është shumë interesante. Për çdo gjë, për shkak ndonjë qëse unë blej tokë ose në i gjobë me më afru aty afër, nuk të du. Gjeneti nga që është pafundësisht të hajte, përse e ka lidhë shumë bukur. Me robin që futën xhenet ti merr gjitha shpërblimet që ai do i kryj pa i mangësu atij asgjë. Alhamdulillah. Dhe ka cikël shumë të mirë. Sa ngelen nga minuta? 20 minuta. Kështu që vëllezër, nesër do kemi edhe Exonin. Kështu që do jemi podcast inshallah, po ndash sot. Mashallah. Kështu që mashallah. Kam përgatitur ca ajete të bukura të Kuranit. Në ila i të bukur për pejgamberin alayhis salam. Po nesër po fillojmë çik më herët. Po nesër mund të fillojmë pak më herët, që të ecim i çik se është natë, si më thon, ta kapim dhe të bereqetin e asaj. Mund ta fillojmë herët, edhe besoj pa dalë specifika që Exoni do jetë në një xhami për namaz natë, edhe mund ta lajmërojmë që do jetë në një xhami, do flasim me qofse imamët mund të dëshirojnë që të shkojë, do ishte gjë e mirë sepse ja ka thënë Zoti zërin edhe thjesht për të kënaqur sa më shumë. Edhe bashkohet Kosova, Shqipëria, e me radhë të gjithë vëllezërit dhe motrat që i kemi kudo. Amin. Edhe kështu po e mbyllim këtë podcast, mos harroni edhe këtë xhamin po do jev. Inshallah kush do të kontribuojë, firmat e ndërtimit të vinë domethënë të interesohen, kush do merret me ndërtimin e xhamisë. Deri në fund Ramazanit qëndron oferta e hapur, kush të afrohet për ndërtimin e xhamisë. Po jo, do merremi edhe pas Ramazanit, do jemi më të lirë, do merremi edhe më gjatë. Do merremi fuqishëm. Do merremi edhe më gjatë. Allahu ju rujtë të gjithëve, gjërin të lehtë të pranuar. Selamu alaikum, shifemi podcast nesër, pas kemi dhe Exonin. Hajde Zoti mund, bismillah, si që i ka zjarë podcast nesër, inshallah. Namaz Zoti me shnet se 14 minuta nisëm me vonesë e rrate. Selamu alaikum, Zoti ju rujtë. Selamu, rahmatullahi, barakatuh.